Shiret e rrëmbyeshëm të rënë një ditë më parë regjistruan dhe viktimën e parë në Vlorë. Nga rreshtet e dëndura dhe stuhit e erave të forta në zonën e radhimës humbi jetën një 50 vjeçar. Shtetasi Luan Qari punon të roje në një subjekt privat. Trupi i tij u identifikuan mëngjesin e së dielës, ku efektivët e Delta Forces në bashkëpunim me policinë e Vlorës nxorën trupin nga deti dhe po kryen ekspertizën mjekoligjore. Rreshtet e dendura të shiut që nisën pas ditën e së shtunës me një intensitet të lartë brenda pakorëve e gjetën qytetin në ujë dhe e lanë pa energji elektrike. Shumë banesa, biznese dhe automjete u mbuluan nga uji. Si pasojë e rreshjeve të dendura u bllokua aksi Radhim Orikum, ku kanë rënë masive të mëdha gurësh në 3 vende të ndryshme dhe u bllokua qarkullimi i automjeteve në të dyja akset. Mbrëmjen e së shtunës u mblodhën të gjithë drejtuesit e institucioneve për të diskutuar rreth situatës kaotike që ka përfshirë jugun e Shqipërisë dhe sidomos qytetin e Vlorës. Kryebashkiaku i Vlorës tha se është shpallur gjendje e jashtëzakonshme dhe situata është goxha e rënduar. Gjithë njerëzit janë në terren duke punuar. Rruga nacionale, si shikoni, janë mjetet këtu për ta filluar që të hap. Interesimi është i gjithëve, interesimi qytetarësh maksimal, i bizneseve që po ndihmojnë, interesimi i qeverisë absolutisht. Të gjithë jemi në terren për të parë gjendjen, për ta vlerësuar dhe për të dhënë maksimumin. Shiret kanë përmbytur dhe shumë banesa në lagjen 1 Maj në qytetin e Vlorës, ku banorët ankohen për kushtet dhe mos përkujdesin ndaj tyre. Në katë parë në është futur ujë, në garazh komplet, kam goxha materiale brenda të futura janë përmbytur të gjitha. Sa shtëpi janë përmbytur? Kjo është gjithë zona, këtu mund të jenë 200-300 familje, gjithë zona kjo. Kjo përmbytje është e reparë, unë po bëj 20 vjet që banoj këtu edhe nuk është e reparë që është kjo lloj përmbytje. Kjo zona greje është e gjitha e përmbytur. Nuk e di a ka bashki, ora ka punoj, sa nuk e di kush interesohet për zonë nga zona jo ku jemi këtu. Po mbytja gjithë familjet përmbytura. Sa familje janë këtu? Po sa familje gjithë komplet zona e Pumës që ashtu, për kaq vjetër. Edhe 1 Maj. Lagja 1 Maj. Sa ka arritur niveli? Niveli i ujit ka hyrë në shtëpi rreth 20 kon. Po ashtu situata e rënduar është në qytetin e Selenicës, ku bizneset dhe rrugët janë të bllokuara si pasojë e rreshjeve të dendura që kanë rënë në gjithë qarkun e Vlorës.